Prej etikës së besimtarit musliman është mos me u betue gjatë të folën. Prej etikës besimtarit musliman, kur të flet është mos me u betue, jo sikur dikush tupi kafe, pasha Allah, pasha Zot. E kallzon diçka, nështë edhe për sport, para mendoj tash ti. Çka po më intereson mua, apo 2-2, 3-3, 2-1, 3-2, ka fitu, pa. Kryma vete, pasha Allah, ne ka pas dhon kështu. Pasha Allah ne ka pas bë këtë, pasha Allah në këtë cilësi e besimtarët të devotshëm me u betue pa arsye të fortë, pa arsye të justifikueshme. S'ban më kesh përdorur emrin Allahut, hiç mos më betue. Po nëse ti imponohet, atëherë betohesh. Amo nëse betohesh veç në Allahun te bareke ve taala. Pra, nuk është në etikën, as nuk I lejohet besimtarit musliman me u betu në diçka tjetër jashtë Allahut te bareke ve taala. Për ata pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë men kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Nëse do njëri prej jush betohet, atëherë le të betohet në Allah ose le të hesht. Le të betohet në Allah ose çka? Ose le të hesht. Pra, me u betu në dikën tjetër jashtë Allahut te bareke ve taala është një lloj idhujtarie, një lloj shirku, runa Zot, edhe një lloj kufri është. Sepse ti po e qet dikën më nalt se sa Allahun e madhruar. Sepse na kur betohemi në ato që është më I rëndësishmi, që s'ka të ngjajshëm me to. Që është domethënë I paprekshëm për neve, e të na ashtu I paprekshëm veç Allah është. Ai që është më I rëndësishmi, I pakompensueshmi, I pazaventshumi, te ne muslimanët kush është? Allahu te bareke ve taala. Pra nuk lejohet, a lejohet me u betue në çabe, jo. A lejohet me u betu në pejgamberin alayhis salatu wassalam apo ndonjërin pejgamber, jo. A lejohet me u betu me lajke? Jo, nuk lejohet. As Xhibrilin, as Mikailin, as Israfilin, as melekun e vdekjes, as tjetrin. Pra, të gjitha këto janë betime të ndaluara. Për ata pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë men halafa bi ghayri Allah faqad ashrak. Ai I cili beton diçka tjetër jashtë Allahut, ai ka bënë lloj shirku. Në transmetimin tjetër faqad kafar, ai thuaj se vetë gati ka bënë kufr. Me u beton diçka tjetër. E paramendojeni tek ne është shprehi, ka qenë edhe për para në kohën e ignorancës. Është shprehi me u betue në prindër, dikush betohet në babën, dikush betohet në nanën. Është shprehi e popujve të tjerë, popullit ton, po të na shohikja me u betu në fëmijë. Me u betu në fëmijë. Dikush me u betu në ushqim, e dikush me u betu në pije. E ke pa të pi ujt pasha kit pik ujë për gjenazë mos më gjetë. Po mos të gjetë, shtina pa të lajë, që dhe s'është ne pa probleme, me dhejtë, lojme edhe këtë probleme. Psa e pika ujt për ty është gjithçka. Ose dikush është të hangër, edhe I qëllon I kafshat, pasha kit kafshat, apo pasha kit buk, se kje është shajt, kje kështu, e kap një buk e gjuna të shport bërlogut, a këtu kështë e po bëj be. E do dhe ma interesant beton, diçka këtë interesant, të pi cigare, e thisat mënet e hëtë pas shakit zjem. Betohet në gacen e cigares, tybisti. Krejt të betimi pasha nanën, apo dikush në popullin të pasha kryte nanës, apo të babës, apo të vlatve, apo të bukës, apo të ujt, apo tjetërën, apo çka betohem, s'më kujtohen krejt çka do që të betohesh, jashtë në Allahun janë betime të ndaluara, është haram. Me kanë edhe besimtar musliman, edhe xhamatli me fal namazin. Apo me qenë edhe kështu sikur ju prezent ders, edhe me u betu diçka tjetër, çto një problem shumë I madh pastaj. Ja nuk e merr vesh gjuhën shqipe mirë, ja nuk I punon trunin, nuk ja percepton senet, janë një problem më dikon. Kështu që rune veten nga betimet. Mos u betoni, po nëse ju jenë puna me u betu, atëherë betoni vetëm kanë në Allahun te bareke ve taala.